A dini se sa është paga Granit Xhakës në Bayer Leverkusen? Mes fushori shqiptar mbetet një nga më të preferuarit për të gjithë tifozët e futbollit që vijnë nga trojet shqiptare. Por a dini se sa është paga atij? Aktualisht, kampioni i Bundesligës gjermane arkëton 79.000 euro pagë bruto në javë. Gjithmonë po flasin pra për pagë bruto. Në muaj i bie 345.000 euro. Teksa në vetë paga ati e kalon 4 milion euro, më saktësisht 4.1 milion sosh. Ai nënshkroi me Leverkusenin në vitin 2023, teksa kontrata nuk I skadon deri në vitin 2028. Vlera totale e kontratës për vitet e mbetur është 16.6 milion euro bruto, por mbetet të shihet nëse Xhaka nuk do të ndërrojë ambient, pasi në adresën e tij kanë arritur shumë oferta, ku spikatët ajo nga Galatasaray, giganti turk që dëshiron me çdo kusht shqiptarin në radhët e veta.